Përshëndetje të nderuar miq, na ndajnë pak orë nga ndeshja me Serbinë, mjaft e rëndësishme për të vështën kryesorja me grupin, pavarësisht se me Anglinë duket se kemi larë duart, por me Serbinë janë shumë gjëra në mes. Por për diskutuar për këtë ndeshje, as të që pritet të ndodhë brenda edhe jashtë fushë, kemi të ftuar zotin Salvador Kaçaj. Zoti Kaçaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe ju faleminderit për ftesën. Zoti Kaçaj, e shpompuar shumë, duket sikur po shkojmë për luftë. Mendoj që kjo është një ndeshje futbollit që do të thotë është një festë, parim ndërkombëtar që kjo është një festë. Kjo është një festë. Futbollin ne do ta quajmë si një festë dhe një bashkim me dy kultura të ndryshme, kulturës slave dhe kulturës tonë. Dhe do të jetë, për mendimin tim, do të largohet termit luftë dhe termave që nuk kanë vend në futboll. Si e priti këtë ndeshje? Mund ta dëmtoj kjo euforia ne? Jo, unë mendoj që nuk ka eufori nga ana jonë. Ne përkundërzi, favorit për fitore është ekipi serb. Fatkeqësisht. Parashikimet të gjitha parashikimet dhe niveli i ekipit serb është shumë më i lartë se niveli i ekipit tonë. Ne duhet të jemi koshient. Është tjetër dëshira, tjetër mundësia. Dëshira që ne ta mundim së 5-0, po mundësia nuk është. E keni fjalën, si mund t'i përballojmë? Kanë sulmin, nuk i çajnë dot mbrojtje, mes fushën, si mund t'i qasemi kësaj ndeshje? Unë mendoj që Silvinjo ka një stil të çuditshëm, të papëlqyeshëm nga ana ime si një ish lojtar i kombëtarës, po natyrisht sot nuk kemi për të bërë analizë Silvinjos. Jemi për të komentuar dhe për të inkurajuar kombëtarin tonë. Për këtë arsye, uroj që t'jetë pak më mendje hapur në kontekstin e realitetit dhe mos ta kapë euforia. Nuk mendoj që është një brazilian, është një profesionist i ftohtë. Mi kam dhënë mendimet e mia për Silvin, por thash edhe herë, nuk është momenti sot, jemi para ndeshjes. Ju uroj edhe Silvinës dhe ekipit kombëtar fitore inshallah, që e dëshirojmë gjithë, por e shoh shumë të vështirë. Mendoni që mund të luajë me 3 nesër në sulm? Jo, është e pamundur me 3, sepse ekipi serb ka një mbrojtje, ka një ansambël të jashtëzakonshëm, po shikosh lojtarët një nga një të Serbisë janë të frikshëm, sepse po shikosh pa dashme i përmend emrat e ekipit ku luajnë ata Sustak Market, vlerën e tyre lojtarëve është 2-3 fishë i lojtarëve tanë. Mendoj që ekipi ynë nesër do të hynë për një barazim, për një mbrojtje dhe një strukturë ose një taktik për të ruajtur portën e paprekur, dhe nëse ne mund të realizojmë me Brojen, që është një lojtar i nivelit të lojtarëve serb ose edhe më lart, dhe kam shumë shpresë se nesër Broja do të shpërthejë dhe do ta dërgojnë vetëm më në fund që është ai që është, pavarësisht se ka qenë pa fat në dëmtimet që ka pasur gjatë vitit dhe në aktivizimet e tij. Unë shpresoj të një barazim, për mendimin tim barazimi do të jetë një fitore për ne. Zoti Kaçaj, a mjafton zemra për ta nxjerrë një ndeshje? Po, zemra ka të bëjë shumë futboll, patjetër. Shpirti i garës, pra zemra, shpirti i garës, trimëria e lojtarëve, zemra e që thatë ju, ndikon shumë, por që mendoj që dem për dëshuar, sepse duke pa ndeshjen me Andorën, ka qenë ndeshje dëshpëruese për mua. Andorra është një lagje, se më thënë Lapraka, në Tiranë. Bilesa Lapraka është më mas Andorra. Kështu që kam shumë dyshime. Zoti Kaçaj, a mendoni se kësaj ndeshje i mungon së pari puna e tifozëve, problemet me tifozët kuqezi në shkallën e stadiumit, së dyti trajneri mund ta përçojë dot atë rivalitet historik që ne kemi, edhe së treti lidhja me lojtarët vetë, sepse vinë nga kampionate të ndryshme, një pjesë nuk ka lidhur në Shqipëri fare, nuk e njohin fare ndoshta të rivalitet. Shiko, natyrisht tifozë është lojtari 12 i çdo ekipit në botë, është një praktikë botërore pa diskutueshme dhe pa kontestueshme. Unë do t'i referohem ndeshjes që kemi patur sherrin e madh që do të ketë historinë njollë zezë e Serbisë, nga ana Serbisë. Dëgjova sot dhe dje kam marrë vesh që trajneri ynë Dede Bjazi, që në fundit ka ngel në një epokë të lavdishme në futbollin shqiptar dhe në ekipin kombëtar tonin,
para ndeshjes mora vesh dhe e konfirmova që ju paska dhënë video lojtarëve tanë, video që serb duke bërë dëbime ose ndaj popullit shqiptar. Kjo është një marrëzi, domethënë një marrëzi e pa lejueshme dhe pa imagjinueshme nga ana psikologjike e një trajnerit, si trajneri është psikolog, është pedagog, pra është mësimdhënës, sepse sporti është mësim. Është për të cilë një edukat dhe një diçka keqësisht tjetër. Dhe atë që paska bërë Dëbjazi diçka thashë pa lejueshme dhe e pa kuptueshme për mua, se kam bërë shumë vite futboll dhe e di shumë mirë ç'është ajo. Kështu që mendoj që edhe në këtë kontekst duke ardhur tek pyetja juaj që thoni për tifozët kuqezive të tjerë, mendoj që ne duhet stadiumi të i mbushur, ne duhet të tregojmë që jemi një popull sport dashës, duhet të tregojmë korrekt, mysafir është mysafir, ata nesër mysafirin në shtëpinë tonë dhe ne duhet të tregojmë që tek himni flamurit, duhet ta respektojnë himnin flamurit serb, siç ata duhet të respektojnë himnin flamurit tonë si në Tiranë, si në Beograd, ose ku do të zhvillohet ndeshja, duhet jemi të paqët, të dashur me çdo lojtar, që ata thashë edhe një herë, fillon fillim dhe po e çeki përsëri. Futbolli është fest, nuk është luftë. Lufta është brenda 90 minutave, brenda fushës dert mes 2 11-çeve, mes 2 15-metrës sa aktivizojnë lojtarët, pastaj çdo gjë duhet të jemi miq me çdo lloj kombit dhe me çdo lloj ekipit. Zoti Kaça, ka më shumë mundësi që ndodh ai që ndodhi në Beograd përsëritet nesër apo ai që ndodhi në Elbasan ndeshjen e kthimit, që s'dolli asgjë? Mendoj që nuk do të ketë asnjë lloj incidenti. Mendoj dhe jemi bindur që tifozët tanë nesër do të jenë në nivelin e duhur dhe në nivelin që kemi kulturën tonë, të tregojmë që jemi një popull ndrysh nga serbët, me të thënë edhe jemi ndrysh nga serbët, nuk do të ulim në nivelin e tyre, nuk do të bëjmë ata që bëjnë ata, nuk do të tregojmë që ne jemi edhe një herë, ne si kombë dhe si popull shumë për popull mikpritës dhe popull i paqet, popull që nuk duam as sherr as rrëmuj. Dhe këtë do ta dëshmojmë, ta demonstrojmë nesër pikërisht në fushën tonë, në shtëpinë tonë. Thashë që tek pa filluar loja, tek himni flamurit, nuk duhet as ta ofendojmë, as ta fishkëllojmë, as ta shajmë, asnjë lloj himni flamurit, sepse në fund është identiteti i çdo kombit, është himni flamurit, duhet ta respektojmë. Gjithashtu dhe gjatë ndeshjes, është në fat ajo që nuk do të ketë tifozë serb në stadium, siç nuk do të ketë tifozë shqiptar në stadium në Serbi, është një vendim që marrë nga UEFA, që për mendimin është i drejtë. Dhe të shohim një fest, një futboll të bukur, një ndeshje që mendoj do të jetë një ndeshje mbi mesatare, dhe urojmë që ne të dalim me kokë lartë dhe me rezultat pozitiv. Edhe diçka të fundit kam, një fitore nesër, na çon në play-off të botrorit apo një humbje na shuan ëndrrën komplet? Edhe fitoria nuk të çon në kualifikuese. Duhet të marrë disa pikë tjera, bëse ju e dini shumë mirë, jeni gazetar me eksperiencë, nuk jeni gazetar i ri, dhe jeni njëri që dini të bëni kalkulimet e pikëve. Mendoj që humbja nesër mbyll përfundimisht derën, edhe matematikisht, por shpresoj që do kemi sepse është edhe fat. Mendoj që do të inshallah na ndihmon edhe fati, sepse edhe futbolli është fat, ka Zoti inshallah është me ne nesër. Lutem edhe diçka, nga gjitha ndeshjet që ju keni zhvilluar, rivalitetin e kësaj ndeshje me Serbinë, me këtë do ta krahasonit nga ndeshjet që ju keni zhvilluar? Do të sjell në mendje, do të ju rikujtoj ndeshjen me Greqinë. Ndeshja me Greqinë në Tiranë që e kemi fituar, ka qenë një atmosferë e ngarkuar me negativitet, e cila përsëri, ose ndeshja përsëri me Greqinë në Kret, që u dëmtua dhe në mënyrë fatale në vdesja e tifozëve jonë. Nuk i mendoj që kanë kaluar këto kohra, duhet të kalojmë këto futbolli, thashë është fest. Futbolli do ta marrim, ju do ta marrim, po është fest. Është domethënë është një demonstrim kulture, demonstrim thash mes dy kulturave, kulturës slave në rast konkret nesër dhe kulturës shqiptare. Jemi dy shkollë ndryshme, natyrisht ata një shkollë me nivel botror, po dhe ne jemi një shkollë që kemi një origjinë autoktone tonën shqiptare, dhe mendoj që nesër do të demonstrojmë këtë dhe besoj që dhe shpresoj dhe jam i sigurt që nuk do të ketë asnjë lloj incidentit.
Zoti Kaçaj, faleminderit shumë për bisedën. Edhe unë falenderoj.